jam halt madh, punata madhe, edhe vjera hynë në dhomën tim me paleje. Çka me bo? Aleikum salam rahmetullah. Kjo është ndaluar. Hyrja në dhomën e nusës është ndaluar. Përveç me lejen e saj ose me pjesëmarrjen bashkë të dyjat. Unë e di se nona në këtë rast vjera është ajo e zoja e shtëpisë, po tham, por prap janë disa kufe. Du të më rujt privatësia e nusës. Në këto raste, ti duhesh me kërku prej burrit që me dhon leje, me mbyll. Edhe me mbyll derën. Ti mundesh me mbyll edhe pa lejen e tij. Por kam një problem se mos po acarohet situata edhe të thot në fjalë edhe vjen te ma keqja, ma mirë thuj, po kam qef me mbyll, po du me pas privatësi. Edhe aty në bën më ju thonë me fjalë të mira, të arsyeshme që ma bën e halal, po s'kam qef me hyn, se është dhoma ime. Pastaj nëse asnjëna palë nuk bashkëpunon me ty, as burri edhe as vjera apo punata, Zotit një moft, me thonë drejtën, ki drejt me i vu qels pa pyet asnjënin, por nuk ta kisha preferu me marrë guxim prej kësaj fjalët time, se po kam frikë mos po të ndodhë në keq kuptim me burrin, edhe në përçamje, ndoj urrëtie e marrë dete ma keqja. Prandaj, ti ki drejt, por kujdes, shfrytzoje me kujdes këtë të drejt, që mos më bënë e gjë ma madhe dhe ma keqe pasaj me u bë pishman. Është kollaj me thonë, po, ata du të mi qërë syt, ata s'ban, po kur të alshon burri gruan, s'ka lidhe masanena, aleikum salam, s'ka lidhe masanena kush është fajtor, kush është fajtor, nusja shkojnë në shpehu lëshu, andaj ke kujdes në këtë pikë.